Na kem pas fatin me jetu në atë kohën kur prindi kanë largu nga puna dhe kem pas problemet ekzistenciale, po megjithatë konë një kënaqësi, një bukuri e jetesë. Në shkollë veshin policia, bëheshin presion, mësuesat nuk guxeshin, kishin probleme me udhëtu. Po të pas parasysh që kemi jetu si në kohën e fëminisë, në kohën në okupim, në okupacion, fëminia, si shumica e fëminisë, njereut ka qenë e bukur, se në vetë është e bukur, me prindrit, me familjen, me rrethin e gjanë, që ka karakterizu për atë kohë një afërsi më e madhe, megjithëse ka pas probleme shumë llojshme. Na kem pas fatin me jetu në atë kohën kur prindi kanë largu nga puna dhe kem pas problemet ekzistenciale, po megjithatë konë një kënaqësi, një bukuri e jetesë në ato kushte rrethana të okupimit. Po normalisht që mas pari më shkon mendja te familjarët, të njerëz të familjes, cilët nuk janë më, që i kemi pas afër të fillu prej babës, agjallarëve, gjyshërve, edhe një kënaqësi që konë atë kohë që jeta ka qenë më e thjeshtë, më thonë, zhvillimi teknologjik nuk ka qenë i hapshëm si sot. Në këtë aspekt, fëminia konë më e përmbushme, më shumë lojnat ose ato lodrat ose kanë qenë më njerëzore, më të përshpeshme me krahasuar me fëmininë e sodit, me fëmijët e sodit. Kjo më bjen mend gjithmonë se shumicën e lojës e kemi bën natyrë, më thonë, gjithmonë kemi qenë jashtë. Krejt që kam banë në mend si një 10-vjeçar në kohë lufte janë lajmet e këqija, krismat dhe bombardimet që tregon se edhe gjatë mësimit dëgjoheshin këto zhurma. Pikëspari ka ndiku se fëmiu rezonon thellë, ka ndiku duke pas parasysh, si më thonë, atë qasjen e të rriturve në raport me okupimin, atë presionin, represalin e tyre ka ndiku indirekt edhe tek ne. Pastaj ka ndiku lajmet e këqija për gjithë ditë, për gjithë natë. Ka ndiku në shkollë, veshin policia, bëheshin presion, mësuesat nuk guxeshin, kishin probleme me udhëtu. Këto tana kanë lënë shenja, kanë lënë bresa në një fëmijë 7-8 vjeç, 10 vjeç. Mas nej, si mi dhonë ka pak kësaj periudha e luftës, aty ka qenë kapaku, ku ka lënë kujtimet të pashlyeshme për një person të moshës minore. Na kem pas fatin shkollën me kry në objekt shkollor, jo në shtëpi shkolla, unë për veti. Gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës. Prej 95-ës deri, kemi vazhdu shkollën deri në mars 99-ën. Dhe më thonë, deri para bombardimeve na jemi shku në shkollë. Se kem pas shkollën afër këtu, edhe lufta nuk pat më rri ende një stag. Dhe më thonë, një stag lufta ka më rri prej mas në fundit, po flas për fshatrat, anën tonë fshatrave. Na i dëgjojshim krizmat, bombardimet në anën e Skënderajit dhe Deçanit, po këtu ende s'pat ardhur lufta për shumë arsye. Po pastaj ka pak para fillimit bombardimeve të NATO-s me 24 mars, e kem ndërprej shkollën. Jemi përshëndet.